lajmi që e keni dëgju është e vërtet, edhe unë për herë të parë për priven, po e pranoj statusin tem. Ky nuk ishte një vendim i momentit. Raporti 2 dekadash me ish-bashortin po shkërmoqej në heshtje, hap pas hapi prej kohësh. Me thonë, 1 vjet e gjysë ose 2 vjet e fundit, nuk është që ka qenë raporti ashtu siç e kemi pas. Unë vetëm e di që nuk jam fajtore, sepse unë jam mundu jetën tem me çdo të mirë, për ta, për djalin, për familjen e tij dhe krejt njerëz që ai ka dashur. Edhe, po, qysh prej fillimit lidhjes, normal nuk është e kom pas atë stabilitetin 100% me ta, nuk e kom pas sigurinë në shumë aspekte, për që ata nashta edhe jom detyru në shumë raste me kanë edhe burrë edhe gru. Shumica njerëzve që m'njohin e din sa jam e zoja dhe sa kam mundësi me punu, sa jam kon për familje, sa jam kon një grua e përkushtume në kuzhinë, në shpe, me aq sa kam pas mundësi edhe me aq forcë sa kam pas edhe sa ku mujt. Unë e për një muj me thonë që ka shumë femna që janë në botë, ndoshta si unë, edhe unë veç i admiroj për punën edhe për krejt ato që i kanë mri vetë, pa ndihmën e kërkuj, me mundësitë e veta.